A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah hamdul kamilin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, kurse prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë. Tema të cilën e kemi zgjedhur sot para jush titullohet Falënderimi. Sigurisht pra një temë e cila mungon dhe është zbrastësi në shoqërinë tonë. Falënderimi normalisht duhet të jetë mes krijesave, sepse ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, i dërguari i ynë dhe i mbar njerëzimit, kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e falënderon krijuesin.